Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vlezër të nderuar, shpresoj se jeni mirë dhe lutem që Allahu na ruaj të gjithëve. Sot vazhdojmë në këtë video me duaja e kunutit që lexohet në namazin e vitër, në rakatin e 8 të vitrit. Përpiqemi pak edhe kontrollojmë veten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natubu ilayka wa natawakkalu alayka wa nuthni alayka al-khayra kullahu نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Kjo është duaja e kunutit. Vlezër, dikush s'ka mësuar akoma këtë duaja e kunutit. Ai duhet të lexojë në vitrit, në rakatin e 3 të vitrit, një duaja shkurtër, sepse duaja, leximi i duas atëherë është wajib. Nëse ne lejmë këtë duaja me dashje, atëherë nuk quhet namaz. Nëse harrojmë pa dashje, atëherë bëjmë në fund sajdan e haresës. Prandaj duhet të mësojmë këtë duaja. Nëse nuk dim tani për momentin, atëherë ne lexojmë tjetër duaja. Ajo është ajeti kuranor, një ajet. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahu na përnoft.